Një grup prune kërkimor ka zhvilluar një sistem inovativ të shikimit artificial i cili premton të revolucionalizojë mënyrën se si robotët dhe automjetet autonome përcaktojnë botën përreth tyre. Ky sistem është në gjendje të regjistrojë, përpunojë dhe drejtojë lëvizjet me një shpejtësi dhe efikasitet të dukshëm më të lartë se sa syri i njeriut. Sipas rezultateve të para, ai është deri në 4 herë më i shpejtë krahasuar me sistemet operative që përdoren aktualisht në teknologjinë autonome. Teknologjia e re është frymëzuar drejt për drejt nga mënyra se si funksionon syri dhe sistemi vizual i njeriut, në vend që të përpunojë çdo detaj të pamjes për mënyrën e vazhdueshme. Sistemi i identifikimit të ndryshimet e dritës dhe kontrastit për të dalluar zonat ku ndodh lëvizja. Kjo metodë e zgjuar i lejon atij të përqendrojë fuqinë e përpunimit vetëm aty ku ka informacion të rëndësishëm, duke shmangur analizimin e objekteve statike që nuk përbëjnë interes për veprim të menjëhershëm. Sipas rezultatit, arrihet një kursim i ndjeshëm i energjisë dhe kapacitetit kompjuterik. Gjatë fazës së testimit, teknologjia ka treguar saktësi të lartë në identifikimin e lëvizjeve dhe reagimin pothuajse të menjëhershëm ndaj ndryshimeve mjedis. Në disa raste, shpejtësia e përpunimit ka rezultuar madje më e madhe se ajo e shikimit, duke hapur perspektiva të reja për aplikimin ku koha e reagimit është vendimtare. Megjithatë, përpara se kjo të risi të reintegrohej plotësisht në përfitim të gjerë, do nevojiten verifikime dhe testime të mëtejshme për të garantuar sigurinë, qëndrueshmërinë dhe funksionimin në kushte të ndryshme mjedisore. Fusha kryesore e aplikimit pritet të jetë ajo automjeteve me lëvizje autonome, ku një sistem shikimi më i shpejtë dhe më efikas mund të rrisë ndjeshëm sigurinë në trafik. Gjithashtu, teknologjia mund të gjejë përdorim dhe tek robotët humanoid dhe sistemet e tjera inteligjente që kërkojnë perceptim të avancuar vizual. Studimi që përshkruan këtë arritje është publikuar në revistën shkencore Nature Communication, duke konfirmuar rëndësinë dhe vlerën shkencore të këtij zhvillimi.